droga. Paraja e drogës është një para toksike, e cila shkatron me mira vende pune, falimenton me qindra mira nërmarrje eksporti. Dhe lënë si alternativë të vetme për trit shqiptar dhe jo vetëm për trit shqiptar, largimin nga Shqipëria. Nuk gjanë kumë. Në Europë, nëna, me vatra bosh sepse fëmijët janë larguar, nëna krye familjare, sepse burrat janë larguar në migracion, nuk ka një vend tjetër të dytë, ku dhuna ndaj grave të ketë këte agresivitet që ka në Shqipëri, dhe që kjo duhet ta pranojmë në qoftë se trashëgimia jonë nuk është se na bënte shumë nder në raportet gjinore, por për sa i përket vrasjes, ajo ka qenë eksepsioni gjitha eksepsioneve në traditën tonë. Kurse sot ne numërojmë numrin më të lartë të vrasjeve të grave, sepse nuk ka një mbrojtje. Sot dhuna nxitet. Shqipëria duhet